Me ferm, na kemi majt gjdo herë. Babe, babë gjeshe, 4 gjeshe. Dikon e 4 general dalë minata, ashti me kitë punë. Po, për me fillu për i me atë ditë që është palë pavarësia Kosovës, mo e kum rrëk sere zeshtë këtë punë, edhe kum dash mi shërby venit me këtë punë. Është sen që i lypet gjdo ditë, edhe kemi pas si tradit, kum dash me qu për para këtë veprimtari, edhe me ngrit me si mi marë babë gjeshe, kanë runë ku na më të vështira se na, edhe na ta ashtë jemi vend lirë, jemi në liri tonën, jemi të punu me këtë punë, edhe e kum rrëk atëherë, atë për atë kum marë betimin, veç me ban këtë punë edhe me ngrit gjdo ditë. Tani kemi fillu me restorant, edhe vazhdimisht kemi shku të zgjenu punë. Ti jeton këto në Krejmer, po a ke mendu ndonjëherë me qeli restorantin, para se me hap këto në qytet dikon? Ju, përbes qytetin nuk e lakmoj kur njëtë, se tash që të ushqim që e bojmë na, këta badihava që në qytet. Drejtë me thonë, këtu është veni, është druni, është gjithë shka mund me adhon shijen taman me sene bashkë ose me qëtu. Po, so ko këtë dhive ki? Tash për momentin film? 300 copa vjen s'tashti me 300 idha. A i ki të ndomë, apo? Jo, tash verës janë bashkë, shkojnë kullusa, edhe idhat e vogël edhe. Se po shë tash edhe po na ofrohet drejka? Po. Tipik tradicionale. Tregojum sa lypin për kushtim gjatë verës, gjatë sezonës e verës? Gjatë sezonës verës lypin për kushtim të mjelja. Dimrit është për kushtimi mas shumë të idhat, ka fillimi marsit, fillojnë moshtu. Edhe qatë kohën e idha, kur lindin e kanë pak ma me mondem është, po për kushtim dojnë gjdo ditë. Drejtë me thonë, nuk është punë e letë, është punë me përgjithësi balë, po kur e dë njëri qatë punë, vjen edhe rezultati. Edhe e bon. Sa është fitim prurse kjo si punë? Është më fitim prurse se me punu një punë konkrete? Po, fitim prurse është në prodhem, është tashti tanë verën e ki qomshtin, e ki djatën, e ki bilmetin për saj. Kohën e dimnit rritën edhe idha, të shemull e ki edhe mishin, e ki një sen që është në prodhem gjithë, në humbje nuk i e korë nëse ja ban hizmetin e dënë. E zotënën qatë punë. Sa menon që ka kërkesa, ose sa janë kërkesat për qumshtin e disë? Për qumshtin e disë janë shumë kërkesat e mëdha. Shumë janë. Shumë janë që sën zërë është edhe mja dalë sa lypet qumshtin. Ma shumë ka kërkesa rreth qumshtit apo rreth djathit? Se prej qumshtit bëhet edhe dyjat djathit. janë të kërkune shumë, po qumshti bili është mas shumë të. Dyjat janë preferune shumë të njerës të për smuja dreshme, për mushkni, morrin, për të morrin vazhdimisht. Tomblin e disë është i laçi numër 1 është. Dhia dhe bleta janë për shëndet njerit janë. Të dyja janë më të mirat se. Përveç me firma, mirë është edhe me diçka tjetër, dhe përveç se tash edhe restorantin që tash edhe restorantin edhe tukën e punojmi, kemi tukën tunë, e mjellmi me grën, me kallamësh, me bashkë, i bami tunët, me krejt. Këtë familja jemi të angazhuar, tash të kemi edhe një staf punëtorëve, por shumica jemi tunë familjes. Sa po mundi me kanë kohën e duhur për krejt tash këto punë? Tash është koha dhe të mbjellës toka, restoranti, sezona? Po, është punë, ngarkesë është, po tash drejtë me thonë, po shkojmë me termine të njerëz edhe mirë. Kemi tani kemi pikat e caktuar të punës edhe mirë, nuk i ndahmi me sezon, gjitha sezon. Familjarisht ju mjeni me komplet familja. Po. Sa po ka klienta që po vinë tash, të e marrë parasysh që është pak larg prej qytetit. Më shumë po vinë prej qytetit apo prej katunëve? Vallai, më shumë të vinë prej qytetit, se drejtë me thonë veni qetë, ajri është i mirë shumë, tonë midis bjeshke, është edhe firma, edhe e din funit, e din njerëz kur vinë, e din çka hanë, e din për çka vjen. Mishteret që kemi të rregullit o fjalla, po tani shok mas shoki, mik mas miki, çdo herë, po vjen puna ato zgjeru mirë është me kalu. Një darët familjes, nuk marrëmi ku me ditë sa, po një rrugë kemi, jemi familje tonë. Të marrë parasysh që ke firmën, apo ka ndihmë nga shteti, apo vetëm me mundësi tua? Këtë me mundësi tona atë kemi shku, s'ja kemi shtri dorën, kërkuj
mas shumë të ishtasht levuj kemi për që të rrugë kemi mas keqti, po drejtë me thonë kum investu shumë, veti kum bon këto rrugë, rryme, uje, gjithë shka. Cila është kërkesa që e kishe pas? Që ta është kërkesa ma me ola është për një rrugë. Për një rrugë. Për një rrugë. Rruga është qelësi kryesor që ta është të këto. Po inshallah do zote na i bie komuna, ministria, del një njeri që se është vend që ja vlen me orë njerëz, edhe kemi pas vizitorë edhe prej qëra shtete. Na kanë përkra, na kanë pas si fermerë sukses shumë. Se kemi mojt e 4 gjenerat gjithë, jo tash do të me pas një përparësi edhe mujnë me bon, po nuk i kanë med bash sa duhet të populli. Vallaj ju, bilaj ju. Se mujnë, natën do të me shtru këtë rrugë, e me najpru se një rast, një dishka që të me ndodhë, bëhat kërsh dikush, shko kini rrugës 270 metra rrugës. Që 10 vite që A keni bo kërkesa për kemi bo kërkesa, si minal heqe e din komuna, e din çdo kush për këtë rrugë. Sa mendon që kemi mujt me zgjeru, sa e kine plan me zgjeru fermën tonë që e Me zgjeru në bas të hapave, qysht lypet, do të me shku të zgjeru në bas fuqis punëtore. Edhe të fuqia punëtore, është sot ka punëtore njeri, e rritë punën ma shumë ma. Po. E so po mënesh me imbulu këto kërkesa atash që kje dhe qumshtin edhe djathin e kje dhe në restorant. Po. Sa po mënesh me imbulu me ato kopej që e ki edhe për restorant edhe për kërkesat klientëve. Për kërkesat klientëve drejtë me thonë, shkojmi me termine, i lyp 5 kila dikosh, ja bojmi pret tjetëri në renë, qashtë me termine. Numër 1 është shërbehet këto në restorant tonë. Se na me qitë produkt e me qitë punë, kemi ardhe i këto, ta është i do të me pas gjithë shka, këto shqeme, këto dhijës do të me pas gjitha këto. E cilë është shmimi që ki tek qumshti, i dhijës që është në treg edhe tek djathi? Qumshti është 2 herë litra, djathi është 10 herë për kill, po nuk janë qmime që e pagun atë më në ato, po do të me shku pak bas venit e në bas njerëzve, për smuja, ndreshme, edhe fali u dha njerëzve, kur e dija ki katë që e ka pill për smuj, me shëru njerëz. Po... është edhe shërëm Shëruse, shumë shëruse. Shumë shëruse, se kjo nuk përdojrë kur farë helmi, kur gja. Kjo vesh në bjes, edhe dhija hanë sa ma nalë, hanë sa ma pastër hanë. Gjithë shka e lypë ku ma pastër. Me shku e me kullut. Edhe është e lira, aja të ditën është në levizje, gjithë shka, gjithë lullë që delë, gjithë aja shkën e merë në për bjeshk, edhe ta është skoqarë, pa konë kvaliteta i qumshta. Zotru Maram, a ka pas ndonjë rast kur jeni kanë të dorëzu të thejme, ose naj problem gjatë fermës, ose gjatë restorantit? Ju, për bez deri tash ju. Po gjithë herë kom shku me hapa sigur të rrit numrin e klientëve, të rrit numrin e fermës. Gjithë herë kom shku, asë njëherë njëtë qëllimin e kom pas, vishë i deshton me smeko. Sa ku mujt me mri, ku mujt me njës tonën, me mon tonën, kemi shku, po mirë, është që zotit, s'ne ka hupë zotit monimin, me punë ndershme kemi bon këtë punë shumë, edhe munirë me tej maksimum. Se është punë me përgjithsi bëllë, po njeri kur e dënë punën edhe vjen edhe sukses.